Goca. Po kuq. Po të gjojmë. Po, si ishte tolerushme, po. Shfjale bukur. Jo se mi njerëzve me shoqëri. Ola jo. Ua. Sinqerisht unë s'kam fjetur. Shiko, është për të qeshur, është për të qarë, nuk e di, po fundja fare, kur bana nuk mori masa për vetën e saj, më duket për të qeshur. Edhe pse, më duket për të qeshur mënyra se si e pranoj bana, jo se ajo u shpreh. Tani, imagjino kur ajo ofendon banën midis një prime show, çfarë mund të bëj për konkurrentët e tjerë? Ja futi me kanaçe bujakës, po bënte këpucën gati, po e zgjidhte këpucën mirë që ishte Henry duke i thënë mos bëj se po bën gabim, mos se e bëri këpucën gati për t'i rënë mozës. E kuptoni? Prandaj mua më vjen për të qeshur mënyra se si e pranon Arbana, apo i shijon Arbanës kjo gjë. Patjetër që po i shijon, patjetër më zemrat e mia. Patjetër o yje, patjetër që i shijon, sepse është sot, domethënë, u gdhi vetëm Arbana. Unë për shembull rash në gjumë duke menduar se si e përballoj Arbana, jo duke menduar se çka kisha për të bërë sot. Harrova t'i montoja klientit atë halen, edhe bojlerin që do lahesh. Pse? Se isha duke menduar se si e përjetoj Arbana. Ndërkohë Arbana është tek bana sfud atje duke ngrënë ato hamburgeret të saj apo ja prakte saj, e duke shijuar gjithë këtë viralitet. Nëse Arbana do t'i dhimbte kaq shumë, duhet ta kishte përjashtuar. Prandaj më vjen për të qeshur, nuk më vjen për të qeshur se si e tha ajo, se si e çfarë qëndrimi mbajti Ola. Jo, absolutisht, ajo turpin e ka për vete. Është një turp që do të shoqëroj gjithë jetën e saj në televizion. Është një turp që i ka mbyllur, është një situatë që i ka mbyllur dyert Olës. Por thash, ta përsëris, mua më vjen për të qeshur me banën që nuk mori masa. Tani, nga kush është frenuar bana, patjetër është frenuar se ndoshta ajo është, ose siç kemi dëgjuar, thashë themet lart e poshtë, që ajo është thjesht njeriu i Eduardit dhe ajo këtë gjë e bën që ta shtyj me vaj me uthull. Por çfarë ndodh? Kjo është për çfarë më vjen për të qeshur, që bana pranoi të gjithën këtë për atë reality show. A i ka djegur? Nuk e di. A i ka dhëmbur? Nuk e di. A i ka lënduar? Nuk e di. Por, flas në aparencë, në pamja, në mënyrë sipërfaqësore, pash që okej, u prek, por e shijoj jashtëzakonisht shumë. Gëzu Arbana, ta gëzosh këtë lloj viraliteti zemra, dhe të përgëzoj patjetër për qetësinë që ruajte dhe për mesazhin që përcolli, që në të tilla situata ka shumë vlerë se si reagojmë kundrejt një situate të padrejtë. Patjetër dhe për këtë je për duar trokitur. Por besom që do të ishe në pjedestalin e të gjithë moderatorëve e të gjithë kolegëve të tu, nëse ti do të kishe thënë ajde Ola shporr më që këtu jashtë se nuk lejoj, jo njëri të më ofendoj mua, por formatin apo ta bastardoj formatin. Kështu që bana e vetmja gjë që mua më vjen për të qeshur është kjo që se si ti e pranove këtë lloj pjese. Gjithsesi, ndoshta duke kuptuar që ty t'intereson dhe shumë vëmendja, e ke lënë patjetër që njeriu të zhytet vetë me gabimet e tija. Dhe pse kam besimin e di që nuk ke për t'ia lënë dhe ke për t'ia kthyer shumë fish. Një ndër ato kthimet është ajo e mbylljes së dyerve nëpër televizione. Nuk e di pse kam këtë lloj ide. Gjithsesi, të komplimentoj vetëm për pjesën e durimit, kot nuk thon durim demi. Hajde zemra, ta gëzosh, një gotë verë nga mbrapa e kalon ky viralitet.